Jurgen Lazari tashmë me një përvojë shumë të pasur kombëtare dhe ndërkombëtare, kampion aktual në Shqipëri, por edhe me një boks plot dinjitet në arenën ndërkombëtare. Konsideroni Jurgen si pika kryesore e tërpunit në këtë kampionat që zhvillohet në Puk, si po e prisni për të boksuar përpara sportdarësve pukian? Atëherë na kena bërë stërvitje intensive nga 2 herë në ditë për këtë kampionat dhe mezi po e pres me thonë drejtën sepse do të mushet gjithë qyteti i Puks me tifoza për tërbunin boks, gjithë sheshi. Në fakt, gjithë Puka e pret me dashamirësi këtë aktivitet, por në veçantë syt janë tek Jurgen Lazari, për vetë famën që i keni marrë si boksier. Çfarë i premtoni tifozëve pukian? Atëherë pa diskutim, i premtoj vendin e parë dhe medaljen e vendit parë, pra titullin kampion. Jo vetëm unë si individ, por gjithë ekipi tërbuni boks. Jeni besim se edhe si ekip do ta fitoni trofeun? Pa dyshim se po. Janë bashkëpunimet me dyshën drejtuese, me vëllezërit e Cekini, Miljanov dhe Klado Cekini? Janë shumë të mira, pasi unë jam qysh fëmijë të këta 2 trajnera dhe po stërviten e ditë dhe bashkëpunojmë, kena një bashkëpunim shumë të mirë. Natyrshëm se krahas garave kombëtare, Jurgen Lazari tashmë i ka syt dhe synimin edhe për jashtë Shqipërisë. Po mendoni shkoni deri në çfarë pozicione, të cilat janë garat më të afërta ndërkombëtare? Atëherë direkt pas kampionatit ne kena një neshje miqësore në qytetin e Tiranës kundër kombëtares turke, por dhe prap mas këtij aktivitetit kena kampionatin evropian që zhvillohet në Çeki, kampionatin U19 pra. Aty i kena tamam ata. Objektivat tuaja janë për të shkuar patjetër në një nivel shumë të lartë, por ka ndonjë projekt për boks profesionistë? Jurgen Lazari? Ne synojmë që zhvillojmë sa më shumë ndeshje amatore dhe pastaj pse jo, mund të vazhdojmë me boksin profesionist. Suksese Jurgen. Faleminderit.